Njeriu sa më shumë që mëson, aq më shumë e njeh Allahun, aq më shumë e don. I friksohet. Sa më shumë ta njohësh Allahun, aq më shumë do ta duash. Aq më shumë do t'i friksohesh. Aq më shumë do të shpresosh nga ai. Kur e di që Allahu është i mëshirshëm, ti ndjen siguri. Kur e di që Allahu është më i fuqishmi, i friksohesh. Kur e din që Allahu është furnizues, ti kërkon nga ai. Pra, të dish emrat dhe atributet e Allahut, jep rehati